Mirë se vini në edicionin qendror informativ, së bashku do të ndajmë zhvillimet e ditës. Do ndalemi pikërisht te zhvillimet e aktualitetit në kohë reale, ku Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premte në Radhim. Në Bregdet është shembur një biznes i llojit restorant dhe gjithashtu 5 banesa. Objektet janë shembur pasi preken nga projekti Lungomare 3. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit zbarkoi mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim. Në Bregdet është shembur një biznes i llojit të restorante e gjithashtu 5 banesa. Objektet janë shembur pasi preken nga projekti Lungomare 3 që po transformon Bregdetin nga Vlora në Radhim dhe Orikum. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim të Vlorës, teksa sipas informacioneve është për të shembur një biznes i llojit restorant i cili deri më tani të paktën nuk ka patur kundërshtime nga administratorët. Gjithashtu janë parashikuar për të shembur edhe 5 banesa. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ka vazhduar i qetë, nuk ka patur kundërshtime nga administratorët e bizneseve të restorantit që ishte parashikuar për të shembur. Gjithashtu pas restorantit janë shembur edhe 5 banesa të gjendura përgjatë Bregdetit, të cilat preken gjithashtu nga projekti Lungomare 3. Këto banesa funksiononin kryesisht përgjatë sezonit veror si shtëpi pushimi. Në Radhim kanë zbarkuar edhe forcat shumta të policisë Vlorës në mbështetje të këtij aksioni. Forcat e policisë u angazhuan në ruajtjen e rendit dhe sigurisë në zonë. Aksioni sipas informacioneve do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me të tjera objekte të parashikuara për të shembur, të cilat preken nga projekti Lungomare 3. Ka përfunduar hedhja e shtresës së parë të asfaltit në aksin e shëtitores Orikumi. Sipas banorëve të zonës, projekti pavarësisht se do të përmirësojë infrastrukturën e brendshme të Orikumit, shoqërohet me problematika siç është mungesa e parkimeve publike. Ka përfunduar hedhja e shtresës së parë të asfaltit në rrugën shititore në Orikumit. Pas shumë muajsh pune, banorët e Orikumit thonë se më në fund segmenti rrugor është asfaltuar, pasi për shumë kohë ishte e amortizuar e ishte kthyer në pengesë për ta për qarkullimin rrugor në këtë qytet turistike. Ndërkohë, sipas qytetarëve, projekti pavarësisht se do të përmirësojë infrastrukturën e brendshme të Orikumit, shfaq shumë problematika, të cilat këto lidhen veçanërisht me mungesën e parkimeve publike, e që do të reflektohet me problematika të shtuara gjatë sezonit turistik veror. Banorët e Orikumit e vendosin theksin po ashtu edhe tek gjerësia minimale e segmentit rrugor. Sipas tyre, në sezonin veror, Orikumi do të mbytet në trafik, ku mundësitë për të parkuar do të jenë të pakta. Ka filluar, po s'ka mbaruar, është gjysmë e punës, vetëm kam një vretje. Po? Është nshtuar shumë rruga. Është ankesë e gjithë qytetarëve këtu, po. Tash është fakti kryer. S'ka parkime, në verë këtu zbret nga do të thonë edhe shqiptarë edhe tuaj s'kan ku parkojnë. Kjo është problemi, asgjë tjetër. Jo, nuk besoj, arrihet në kohë. E pashun ata ankesën kishin bërë ata që mos nuk arrihet sezoni. Arrihet, nuk është problem. Se kjo nëse do ishte komi, do mbaronte me 29, këtu no. Mund të shtyre 2-3 ditë më shumë, s'ka ne problem fare. Do i rregulloj, nuk e di, më kanë thënë që do bëjnë dhe parkime, kam dëgjuar, po që s'kan mbaruar akoma. Këtu, siç më thënë, do bëhet rruga në mes edhe parkimet tani bëhet. Nëse nuk ka parkime, do të jetë problem? Po, dhe që do jetë, po do gjejmë çepave që do bëjmë. Duket rrugë ngushtë? Jo, nuk, kur të bëhet tani, mos jam dashi shoferi që të them që shumë e mirë, shumë e bukur. Duket i bukur. Po? Ka filluar dhe asfaltimi. Po, shumë mirë. Sa mungon? Si është? Më mbrapa duken. Parkime? Të mira. Do ketë parkime? Do ketë parkime, do ketë për gjithë. Po më mirë do bëhet. Nga çka që do bëhet më mirë? Është ka nisur dhe asfaltimi apo? Po mirë këto po i bëjnë këta, shumë mirë po i bëjnë edhe e shoh që po i bëjnë më mirë, kuptohet, po ne kemi sa probleme këtu, kemi sa puseta këtu te. Shkoni herë nga lagja ju atje, ti bëjnë edhe ato i servizorëve. Se këta shikojnë vetëm rrugën këtu kryesore, pasi futu te lagja aty. Edhe kujdesi se janë sa puseta të mëdha atje. Po rruga e ngushtë është rruga, ata din me parametra e prisës të bëjnë. Ka parkime? Ka parkime? Patjetër do ketë. S'ka këtu lartë s'ka, po mos ka ansore, besoj. Kur bëjmë vizimet e shikojmë ato. Mbaron sezon? Niset sezon? Patjetër do marrë, patjetër. Me e kanë forca atje, punojnë, janë punëtorë. Eja janë parat e këtij populli, janë për të hedhur poshtë. Eja një kryetar ndërro pemë. Eja një kryetar ndërro asfalt.
Njerë ky popull më seu përfaq me këta pushtetarë. Asnjë gjë, çfarë do të pëlqej? Ndërkohë projekti për rehabilitimin e shëtitores së Orikumit është me tepër vonesë. Projekti duhet të kishte përfunduar muaj më parë, teksa punimet në zonë vijojnë ende. Në vazhdim mbetet rreth 30% e projektit ende për të përfunduar. Vendimi për prishjen e një sere bujësore në pronësi të një shtetasi në fshatin Samatic mbërrin forcat e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Dimal për të zbatuar vendimin. Sipas këtij institucioni, objekti është ndërtuar në kundërshtim me rregullat, ndërsa pronari i serës ka kundërshtuar vendimin. Një situatë e tensionuar është regjistruar në fshatin Samatic në bashkinë e Dimalit, ku është marrë vendimi për prishjen e një sere bujësore në pronësi të shtetasit Qamil Oshafi. Në zonë mbërritën forcat e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Dimal, të shoqëruar edhe nga efektiv policie për të zbatuar vendimin e bashkisë. Sipas këtij institucioni, objekti është ndërtuar në kundërshtim me rregullat, pasi duhet të ishte vendosur në një distancë prej 2 metrash nga muri i kanalit të një prone fqinje. Nga ana tjetër, pronari i serës Qamil Oshafi kundërshton këtë vendim, duke deklaruar se ka ankimuar vendimin e se bashkia nuk duhet të ndërmarrë asnjë veprim deri në shqyrtimin përfundimtar të çështjes. Ai thekson gjithashtu se në zonat përreth si Samatic, Drenovic dhe Kutalli nuk ka asnjë serë të pajisur me leje ndryshe nga sa pretendon bashkia. Oshafi shpreh se ka punuar për vite me radhë në emigracion dhe është kthyer në vend për të ndërtuar këtë serë si burim jetese. Sipas tij, ndërhyrja e paralajmëruar nga autoritetet parashikon prishjen e rreth 70 cm në gjerësi të strukturës, por ekziston edhe rreziku që të dëmtohet e gjithë sera. Ai shton se aktualisht në ser ka prodhim bujësor me një vlerë të përafërt prej 50 milion lekësh, çka do të sillte edhe pasoja të rënda ekonomike për familjen e tij. Ka nisur konflikti për një mur që ka ndërtuar komshiu, ngjitur me serën time, unë kam bërë kallëzim për murin, për lartësinë e murit që është 1.8. Edhe bashkia mirë që nuk e ndaloi, IMT e bashkisë mirë që nuk e ndaloi ndërtimin e murit, por më dërgojnë letra morë për prishjen e serës, se nuk është respektuar distanca. Në pas kanë nxjerrë ligjin, distanca e serës kundrejt kufirit nga u dashka 2 metra, që asnjë serë nuk e ka. Edhe leje ndërtimi serash nuk ka në gjithë zonën, asnjë serë nuk ka leje ndërtimi. Shembull, po bëhet vetëm sera ime. Më toja e di më mirë të pjesë sepse e lejoj një magazinë e një mur të ndërtuar pa leje, që duhet këtë leje ndërtimi, edhe vazhdon merren me plasmasat. Kjo është marrë me vendimin e IMT-s, jo të Këshillit Bashkiak, me vendimin e IMT-s Bashkisë Dimal. Edhe mua më shkakton një temë rreth 50 milion lekë, sepse sera është në prodhim, si të shihni vetë kamera kap është në prodhim, dhe duhet spostohet nga kufiri 2 metra. Unë jam 1,10 aktualisht ka kufiri, sa do të jetë në ndërkohë në prish. Sera që ka ardhur deri në këtë moment ka kjo serë që bëhet fjalë 300 ta, ka marrë 20 milion lekë deri tani. Sera është në prodhim. Plasmasi, hekri do presin këta dhe prodhimi që është brenda vetëm 50 milion lekë. Dhe asnjë serë nuk ka leje. Çështja është në proces gjyqësor, është në gjykatë administrative. Edhe bashkia nuk e merr parasysh këtë çështje, vazhdon prishjen. Ata duhet të heqin 70 tonë nga ndërtimi i serës nga bantieri, edhe duhet të heqin me kujdes sepse që se kalojnë më tuti nga 70 tonëshi, i pije që më bëjnë dëm 5 milion lekë vetëm plasmas. Të gjitha serat në fshatin Samatic, Drenovic, në gjithë zonën përreth, janë të ndërtuara në tokën e tyre. Dhe nuk ka leje ndërtimi. Në moment që ne kemi ndërtuar, nuk na është kërkuar leje ndërtimi për ndërtuar sera, sepse aty ulen 2 shtylla betoni, saltojnë 2 fije dhe jemi plasmas në të. Për të mbuluar provimin të vjellën. Kemi punuar në emigracion, kemi mbledhur disa kursime, erdhëm, ngritëm serat për të vetë punësuar. I hodhëm këto serat dhe bashkia tani vjen në vrejt prish. Ndërkohë që situata mbetet e paqartë dhe ndërhyrja në 70 cm mund të rrezikojë strukturën e të gjithë serës edhe prodhimin, forcat e IMT-s së Bashkisë Dimal kanë ndërhyrë vetëm në heqjen e plasmasëve anësor rrethues të serës dhe janë larguar deri në një vendim të dytë.
Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e eurodeputetit Fredi Beleri dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, të cilët kishin ankimuar vendimin e apelit të posaçëm që i shpalli fajtor për korrupsion në zgjedhje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e eurodeputetit Fredi Beleri dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, të cilët kishin ankimuar vendimin e apelit të posaçëm që i shpalli fajtor për korrupsion në zgjedhje. Kujtojmë se Beleri u arrestua në 12 maj të vitit kaluar 2023, 2 ditë para zgjedhjeve lokale, pasi u kap në flagrancë duke premtuar dhe dhënë para për të bler vota dhe u lirua më 2 shtator të vitit 2024. Prokuroria dhe policia Vlorës e ndoqën rastin me metoda speciale hetimi, duke përdorur agent të infiltruar, i cili për 8 vota mori 400.000 lekë të vjetër. Beleri dhe bashkëpunëtori i tij Pandeli Kokaveshi u arrestua në kushtet e flagrancës për akuzën vjedhje votash. Beleri ishte kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë, për të cilën arriti të fitojë zgjedhjet, por nuk arriti të gëzojë mandatin e kryebashkiakut, ndërsa aktualisht mban pozicionin e eurodeputetit. Gjatë mbrëmjes së njëjtë dhe në orët e para të ditës së sotme në qafën e Llogaras janë regjistruar rreshje dëbore me intensitet të ulët deri në mesatare, si pasojë një segment i rrugës, konkretisht nga zona e Pishës Flamur deri në pjesën tjetër të aksit, është zbardhur nga bora. Dëbora zbardh fshatin turistik të Llogaras. Temperaturat në zero për gjatë orëve të vona të mbrëmjes së ditës së premte, por edhe të shtunës, kanë bërë që fshati turistik të zbardhet nga dëbora. Rreshje dëbore të rëna me intensitet mesatar deri në të lartë kanë zgjatur për disa orë duke zbardhur majën e Llogaras, por edhe duke prekur segmentin rrugor që lidh Llogoran me Palasën, Dërmiun, Himarën e të tjerë. Temperaturat e ulta nën 0 gradë mbrëmjen e ditës të enjte, por edhe mëngjesin e ditës së sotme kanë bërë që në fshatin turistik të Llogaras të bjerë dëbor. Siç mund ta shihni edhe nga pamjet mbas shpinës time, maja e malit është mbuluar nga dëbora. Për gjatë orëve të mëngjesit në Llogora ka ndërhyrë edhe firma e cila merret me mirëmbajtjen e segmentit rrugor. Kjo firmë ka nisur fillimisht pastrimin e rrugës nga dëbora. Gjithashtu më pas është hedhur krip për të bërë të mundur qarkullimin rrugor pa problematika. Ndërkohë që drejtuesit e automjeteve që për gjatë kësaj të premteje kanë shkuar drejt Llogoras janë këshilluar të bëjnë kujdes. Kjo për shkak të segmentit rrugor tepër të rrëshqitshëm, i cili mund të sjellë problematika. Është këshilluar të qarkullojnë me shpejtësi të reduktuar dhe duke përdorur zinxhir. Do të ndalemi te zhvillimet ekonomike. Nga pasditja e së njëjtës, nafta me pakic nuk do të tregtohet me 2300 lekë për litër. Ky ishte vendimi i parë i marrë nga Bordi i Transparencës që pas kthimit në fuqi nga viti 2022. Me çmimin tavan të përcaktuar nga Bordi, ulja që ka psuar nafta në tregun me pakic është deri në 14 lekë. Nga pasditja e së njëjtës, nafta me pakis nuk do të tregtohet më shumë se 203 lekë litri. Ky është vendimi i parë i marrë nga Bordi i Transparencës pas rikthimit në fuqi që nga viti 2022, që nga përshkallëzimi i krizës në lindjen e mesme çmimi i naftës për 1 litër pësoi rritje me 41 lekë, duke u tregtuar në 214 deri në 217 lekë. Me çmimin tavan të përcaktuar nga Bordi, ulja që ka psuar nafta në tregun me pakic është deri në 14 lekë. Ndërkohë benzina në tregun me pakic nuk do të shitet më shumë se 175 lekë për litër. Nga fillimi i marsit benzina është tregtuar nga 199 deri në 202 lekë për 1 litër, ndërsa ulja e pësuar arrin deri në 27 pikë. Vendimet e Bordit të Transparencës kanë hyrë në fuqi nga pasditja e së njëjtës në orën 18:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Subjektet e tregtimit të hidrokarbureve, të cilat nuk respektojnë çmimet e vendosura nga Bordi, gjobiten deri në pezullim të licencës nëse nuk reflektojnë. Bordi cakton çmimet duke marrë në konsiderat bursën, vlerën në çdoganim, koston e transportit dhe fitimin e kompanive, që do të jetë 3 lekë për shumicën dhe 12 lekë për litër për pakicën. Si mas lehtësuese, qeveria ka paralajmëruar se do të ulë me 20% akcizën e naftës, nëse çmimi e ka përcen 220 lekë për litër. Paralelisht do të vijojë puna edhe e task forces për kontrollin tërësor të sektorit, për të mos lejuar spekulimet me çmimet, por dhe evazionin, si dhe nuk do të ndalet as monitorimi ditor i pikave të shumicës dhe i pakicës. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një deklaratë për mediat një ditë pas mbledhjes së Bordit të Transparencës për çmimin e karburanteve, u shpreh se qeveria po bën gati dhe një akt për të ndërhyrë në uljen e akcizës. Të ndjekim intervistën. Dua të bëj një saktësim, në fakt po,
është e vërtet që industria dhe bujqësia janë dy sektorë të cilët nuk kanë pasur, pra kanë pasur një ngadalësim në gjatë vitit të kaluar dhe konkretisht gjatë 3 mujorit 4 të vitit kaluar, po këto nuk janë sektorët me peshën kryesore në ekonomi reale. Shërbimet është sektori me peshën kryesore në ekonominë reale. Sa i takon prodhimit, janë sektorë që lidhen me prodhimin e mallrave, por jo me prodhimin total të ekonomisë shqiptare. Megjithatë, sigurisht që duhet parë dhe duke analizuar dhe kjo është ajo që ne bëjmë në bazë ditore. Sa i takon industrisë, industria ka pasur një reduktim, por reduktimi ka ardhur kryesisht nga bizneset të mëdha të lidhura me industrinë nxjerrëse, që lidhen me faktorë të cilët janë jashtë kontrollit të politikës ekonomike të tonë. Nuk është korrekte që të përmend emrat e bizneseve, por nuk është as e vështirë për tu imagjinuar. Sa i takon për shembull prodhimit të energjisë elektrike, ne kemi pasur një rritje të prodhimit të energjisë elektrike që në fakt është në fokus të politikave tona dhe në fokus të programit të qeverisë shqiptare për rritjen e peshës së energjisë elektrike në industrinë totale, duke qenë se ne synojmë që të bëhemi një vend eksportues neto dhe ne synojmë edhe bazuar në të gjithë konjunkturat e viteve të fundit dhe të ndikimit të çmimit të karburanteve në kostot e prodhimit apo në ekonomitë, synimi ynë është që të përqendrohemi te energjia, te prodhimi i energjisë elektrike, ke prodhimi i gjelbër i energjisë elektrike dhe tek autonomia e shtetit shqiptar në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që gjithmonë e më i ulët të jetë efekti i goditjeve nga jashtë dhe mbi të gjitha i goditjeve të karburanteve në ekonominë vendase. Dhe vërteta është që në fakt, nëse i referohemi krizës së mëparshme, Shqipëria pati një ndikim më të ulët se sa vendet e tjera të rajonit apo të botës, pikërisht për shkak të strategjisë që neve kemi për rritjen e autonomisë në prodhimin e energjisë elektrike, në rritjen e kapaciteteve në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që, siç thash, të kemi një ndikim sa më të ulët. Sa i takon ushqimeve, unë e thash, ne po i monitorojmë një sport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të sportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh, por edhe një numër të limituar të tregtarëve. Tani do të dalim në terren për të monitoruar çmimet dhe për të monitoruar reflektimin e furnizimeve me realitetin e çmimeve. Patjetër që nëse do të marrim vendime në të ardhmen, do të marrim vendime të cilat lidhen me shportën bazë të konsumit, në rritjen e përgjithshme të çmimeve të konsumit. Ne në vitin 2022 ngritëm një bord për ushqimet. Është e vështirë që tek ushqimet ne të bëjmë të njëjtin mekanizëm që aplikojmë te karburantet, sepse format dhe mënyrat e importit të ushqimeve janë të ndryshme. Pra nëse karburanti, të gjithë tregtarët operojnë me një çmim të bursës dhe zhdoganojnë me një çmim të bursës që ka një standard të caktuar dhe është e lehtë për ne të përcaktojmë një çmim dhe të kalkulojmë të gjitha kostot, produktet e shportës kanë një shumëllojshmëri të mënyrave të importimit apo të tregtimit. Për shembull, nëse marrim mielin mund ta importojmë me kuti 1 kilogramshme, mund ta importojmë me
thas apo me depozita, mund të importojmë grur dhe ta prodhojmë dhe është shumë e vështirë që të përcaktosh një çmim për mielin apo një çmim për bukës pasi komponentët e kostos janë shumë më të ndërlikuara. Megjithatë, siç thash, ne jemi në monitorim dhe ajo që duhet të garantojmë është që të mos ketë spekulime me rritje të çmimeve të cilat nuk reflektojnë çmimet e zhdoganimit, me rritje të çmimeve të cilat janë abuzive për shkak të pritshmërive që në të ardhmen do të rriten. Kjo është ajo që ne duhet të garantojmë dhe këtë do të bëjmë në vijim. Pastaj, siç thash, urojmë shumë që ndikimi në inflacion të mos jetë shumë i lartë dhe megjithatë do të marrim masa për të mbrojtur stresat të nevojë. Është zhvilluar në sallën Ali Asllani të Universitetit Ismail Qemali aktiviteti artistik ndalesa e maratonomakut Uni Vlora Narta përmes pikturës. Sipas rektores Saliaj, aktiviteti synonte dritë mbi historinë e vendbanimit, domethënien e emrit, por dhe ruajtjen e identitetit në shekuj. Është zhvilluar në sallën Ali Asllani të Universitetit Ismail Qemali aktiviteti artistik ndalesa e maratonomakut Uni Vlora Narta përmes pikturës. Për rektore në Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, profesor doktor Aurela Saliaj, ky cikël prezantimesh ka për qëllim zbulimin e zhvillimit historik të Nartës, por edhe evolimin e këtij komuniteti ndërshekuj. Sipas Saliajt, aktiviteti synon gjithashtu të hedhë dritë mbi historinë e vendbanimit, domethënien e emrit, por edhe ruajtjen e identitetit në shekuj. Mënyra e jetesës, veshja, kultura dhe tradita sipas Saliajt e bëjnë Nartën një ndër vendbanimet më të veçanta për tu studiuar. Shumë interesant është emri Narta, shumë diskutime ka dhe për këtë. Një variant zyrtar është që është një nga toponimet slave të kohës së vërshimit slav në gjithë zonën, siç janë për shembull toponimi i Zvërnecit, i Novoselës, i Cerkovinës, që janë slave. Mendohet që mund të jetë edhe kjo, sepse nënkupton, domethënë ka kuptimin kejp në slavisht. Ka një shpjegim shumë të bukur në gjuhën shqipe, fjala Narta, është që përafron të artën dhe arin. Ruajtja e identitetit të këtij grupi etnik. Kanë ruajtur një identitet në shekuj, në një mënyrë që unë do ta krahasoja vetëm me mënyrën se si arbëreshët e Kalabrisë kanë ruajtur identitetin shqiptar. Aleksandr Zoga, kryetari i shoqatës së Nartës, e ka cilësuar këtë aktivitet si një udhëtim në një prej thesareve më të çmuara të vendbanimeve shqiptare. Sipas tij, Narta është një univers i gjallë, ku mund të gjesh të gërshetuara kulturën, traditën dhe historinë. Zoga thot se të tilla aktivitete mbajnë gjallë identitetin, duke trashëguar vlerat që ka Narta nga brezi në brez. Sot përmes kësaj seance tematike do të udhtojmë përmes drejt një prej thesareve më të çmuarave të rajonit tonë, Nartës. Por ky nuk do të jetë një udhëtim i zakonshëm gjeografik. Do të jetë një eksplorim i thellë artistik emocional, ku Narta shfaqet përmes gjyrave, kujtesës dhe shpirtit kryes të profesor Vaso Patës. E mbështetur në veprën e autorit, profesorit Vasos, kjo qasje na fton të shohim Nartën jo thjesht si një vendbanim, por si një univers të gjallë artistik, ku historia, tradita dhe identiteti ndërthuren natyrshëm me pikturën. Përmes shtëpive, rrugicave, kishave, aromave, shijeve dhe portreteve njerëzore, ne, nëpërmjet këtij libri, do të zbulojmë një realitet që të kalon kohën dhe mbetet i gjallë në kujtesën tonë kolektive. Shkrimtari Albert Habazaj, duke vlerësuar aktivitetin, thot se i shton vlerë Universitetit Ismail Qemali. Sipas Habazaj, stafeta e maratonomakut Uni Vlora nuk do të mbetet me kaq, por do të vazhdoj me zbulimin dhe evidentimin e vendbanimeve të tjera historike e me vlera të Vlorës. Narta përmes pikturës, duke pasur si trampolin librin vizionar me të njëjtin titull të kulturologut, fizikanit artist, poetit të fizikës Vaso Pata. Ky libër është porta shkrimore në rrafshin e turizmit kulturor për Nartën, së cilës janë kushtuar rreth 200 piktura. Me këtë veptari sot nisi udhëtimin maratonomaku Uni Vlora, një vendbanim, një histori. Ndalesa e maratonomakut, Narta përmes pikturës, ishte një aktivitet i cili ka lançuar nisjen e një cikli prezantimesh që kanë për qëllim promovimin e një vendbanimi, një historie, fillimisht Nartës përmes ngjyrave, kujtesës dhe artit. Fatkeqësisht, Shqipëria jep fund ëndrrës për kualifikimin në kampionatin botror.
Mes shpresës dhe besimit, por dhe me mbështetjen e madhe të sportdarësve, kombëtarja nuk arriti të dalë fituese në Poloni duke u mposhtur me rezultatin 2-1. Ndryshe ndodhi me Kosovën, e cila fitoi me rezultatin 4-3 në Slovaki. Shqipëria i jep fund ëndrrës për kualifikimin në kampionatin botror, mes shpresës dhe besimit, por dhe mbështetjen e madhe të sportdarësve kuqezinj. Kombëtarja shqiptare nuk arriti të dalë fituese në Poloni duke u mposhtur me rezultatin 2-1. Përballja nisi me emocione dhe goli pjesës së parë krijoi bindjen se kjo skuadër mund t'ia dilte. Megjithatë, gjithçka ndryshoi në pjesën e dytë, kur u pusuan 2 gola të shpejtë. Duke u ndalur te dita e ndeshjes, gjithçka nisi me një atmosferë fantastike të krijuar nga tifozët kuqezinj, që nga momenti kur skuadra u drejtua stadiumit, duke lënë hotelin ku ishte akomoduar, por edhe përpara ndeshjes, në ambientet përreth stadiumit ku do të luheshin 90 minutat e sfidës, ku nuk mungoi përkraje, teksa qindra sportdarësh sollën një atmosferë fantastike me këngë patriotike dhe thirrje për Shqipërinë. Një atmosferë e jashtëzakonshme krijuar në Varshavë, ku tifozët shqiptar treguan edhe një herë tjetër mbështetjen e tyre për kombëtaren shqiptare. Jo vetëm në Poloni, por kudo mbështetja për kombëtaren ka qenë e pranishme. Edhe në Vlorë shumë sportdarësh janë mbledhur me flamën kuqezi dhe simbole shqiptare për të përkrahur ekipin, duke ndjekur ndeshjen në mënyrë të organizuar. Goli i shënuar në pjesën e parë solli entuziazëm në stadium, por dhe kudo ku kishte tifoz. Në pjesën e dytë Polonia shënoi 2 gola të shpejtë, duke shuar shpresat për kualifikim. Ndeshja u mbyll me fitoren e polakëve, ndërsa për Shqipërinë përfundon ëndra e botrorit, por edhe me mundësinë që kishte Shqipëria për të kualifikuar, duke referuar dhe rasteve të humbura në këtë përballje. Por gjithsesi ndryshe ndodhi me Kosovën, ku fatmirësisht mbetet shpresa për një ekip shqiptar në kampionatin botror. Kosova fitoi 4-3 në Slovaki, duke e kthyer në fest të sukses me njëherë pas përfundimit të ndeshjes. Tashmë më 31 mars ajo do të përballet me Turqinë në Prishtinë, me shpresën se në qershor do të jetë pjesë e këtij kompeticioni të madh, ndërkohë që Shqipëria lë pas një zhgënjim në ndeshjen e humbur në Poloni në shifra 2-1. Mungesa e trajnerit të flamurtarit si dhe problematikat e tjera kanë ndikuar ndjeshëm në klimën brenda dhe jashtë skuadrës, duke sjellë mosbesim te tifozët. Situatat e flamurtarit sipas ish futbollistit Vasil Ruci mbetet problematik dhe kërkon zgjidhje të menjëhershme. Mungesa e trajnerit tek flamurtari si dhe problematikat e tjera që lidhen me mungesën e konsultimit dhe përjashtimin e një prioritarëve ka ndikuar ndjeshëm në klimën brenda dhe jashtë skuadrës, duke sjellë kështu edhe mosbesim deri tek tifozët. Situata tek flamurtari sipas ish futbollistit të mirënjohur vlonjat Vasil Ruci mbetet problematike dhe kërkon zgjidhje të menjëhershme. Sipas tij, ngjarjet e fundit në skuadër janë çështje që mund të konsiderohen të brendshme, por ato reflektohen drejt për drejt në opinionin publik dhe tek sportdarësit, duke ulur besimin e këtyre të fundit. Kam duhet kemi që një muaj ca, 2 muaj që gjë më themeltare sot e flamurtari është konsultimi. Ata trajnera që janë sot e flamurtari, duke qenë të dytë gjithkohon, kanë krijuar marrëdhënie tjera me futbollistët. Këto lloj marrëdhënie në përgjithësi janë shumë të vështira për vendimarrje. Detyrimisht konsulta duhet të jetë shumë e madhe. Dhe konsulta duhet të jetë me njerëzit që kanë këta afër ekipit, siç janë, po të marr shembull Fred Ferku, Aloan Birçe, që kanë një eksperiencë më të madhe. Kjo lloj konsulte do ketë vendimarrje më të sakta, më të mira, dhe besoj nëse do të jetë kështu, gjërat janë të mira për të qëndruar. Kemi një çështje trashi, cila komentohet? Ato janë çështje të cilat në përgjithësi ne flasim për ato çka kemi parë, por vendimet merren në kurriz të kujt kanë rënë. Dhe në raste të tilla do një pjekuri të mirë dhe vendimi duhet të jetë ndoshta i mirë që është marrë, sepse kanë më shumë informacion njerëzit të cilët kanë thënë, por unë nga mendimi im besoj ajo që ka ndodhur është një gjë kaq e trash sa një futbollist me eksperiencë nuk e bën dot. Vendimin e qenit të nxituar apo ata e dinë më mirë vendimin, por sido që të jetë krijoj mosbesim tek tifozët. Krijoj mosbesim te tifozët dhe do ta kishte shumë të vështirë të ishte në fushë. Sepse të parën që do ndeshesh me tifozët, të cilët nuk e pranuan atë gjë.
Flamurtari renditet në vendin e fundit në Super League, ndërsa situata mbetet e vështirë për mbijetesën në kategori, ndërsa 2 javët e ardhshme cilësohen mjaft të rëndësishme për të arritur objektivin e ekipit vlonjat. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.